Në fakt, çfarë lloj pasojë më flas? Unë një vetë çifte të cilat kanë pasur IVF dhe kanë raporte shumë mira me fëmijët e tyre dhe nuk mund të thonë që ka pasojë për ato fëmijë. Domethënë mendoj që atë sunë më thonë ajër jo se këto familje janë të lumtura. Në fakt, fakti ka zonë diçka tjetër, ka zonë që familje po ashtë normale, sa janë familje të cilat po themi biologjikisht e kanë pas. Janë normale, mirë po është ajo ndërgjegjja morale me kalimin e kohës. Mandej nga aspekti psikologjik edhe ajo ka pasoja. Na kemi raste në Prizren për shembull përmes fekondimit artificial, dy persona kanë qenë burri e gruaja zeshkan, i dalin 3 fëmijë, krejt ndryshe. Ajo mund të ndodha edhe gjenetikisht. Aty edhe prej 2 prindërve mund të ndodhë, nuk është nevojë problemi i madh. Mirë pa aty o kone ditur që burri nuk ka pas mi. Ashtu që ka thënë edhe Zoti, unë ma mirë kisha nëse me të vërtet e dua burrin ti, me dua me të gjitha mungesat e ti. Ose, nëse gruaja nuk mundet, atëri kishëm thënë urno zotni merë edhe një grua, sepse gjeneza shqiptare, gjeneza jone pastër shqiptare, pra, zënja Igbole, ju po thoni që nëse gruaja nuk bën fëmijë në këtë rast, burri të marrë edhe një grua tjetër në shtëpi për të bërë fëmijë. Me marrëveshje, si gjyshrit e tonë, si vlla imi ka pas 2 gra. Po flasim për gjyshrit, nuk po flasim për këtë kohë ku po jetojmë. Mirë po të na rinia tash mendojnë ma ndryshe, nuk ballafaqohemi me probleme. Zëna Igbole, nëse pikëtoj kjo, patjetër se cili zgjedh jetën e vet. Ama ndër të tjera ju po thonë që mundet mos më ndi moralisht dhe psikikisht mirë një çift i cili vendosin me pas një dhurus spermës tjetër, po thonë që munden me u ndi mirë në rast që në shtratin e tyre dhe në jetën e tyre hyri personi i tretë pa njohur vetëm për punën e fëmijëve. Vetëm tek bashkëshorti, sepse gruaja nuk ka të drejtë. Gruaja do të më pranu bashkëshortin. Kjo është pak mendësi primitive dhe patriarkale. Edhe nuk mundën as të dytë me të tretë me imeni dyshek. Kjo është koncepti dhe gruaja e dytë nuk mund të bëj fëmijë, zonja Igbole, të marrë gruan e tretë. Dhe të ngrisim hipoteza të tjera. Vetëm edhe një dua të dalë dikun tjetër. Se fëmia nuk është gjithçka, është zbukurimi i kësaj botës. Zonja Igbole, çfarë mendimi ke për ato gra të cilat nuk dëshirojnë të kenë partner, por dojnë të bëhen nëna? Edhe në këto mënyrë, ato zgjedhin pikërisht fekondimin artificial. Këto gra janë shumë egoiste, këto gra nuk kanë shpirt ndërgjegjës, për nesër në çfarë gjendje kanë me pru një fëmijë i cili ka me lakmu me pas babën, se çdo fëmijë ka dëshirë me pas, s'paki me një shtator me çu baba dhe nana në shkollë, deri te dera shkollës. Për mu këto gra duke mendu se po hecin përpara me shkencën, me modën, unë mendoj se nuk i përkraj, nuk jam kundër, çdo kush mund ta ketë atë mendim, nuk jam kundër, mirë po kjo është një gjë jo njerëzore. Jo njerëzore sepse ti po hynë tek të drejtat e ati fëmiju, nesër nuk ka me pas mundësi trashëgimi, nuk ka me pas tezë, daj, haqallar, daj ka haqallar s'ka, nuk ka me pas gjysher. Për fëmijë ma është natshme është një fëmijë me urime një ambient të lumtën, sesa me një ambient të pa lumtën. E një nanë mundet me dhonë shumë lundërin e fëmijë që nështë nana dhe baba bashkë nuk mundën me adhonë. Gjithmonë gjinia mashkullore, figura mashkullore është një munges shpirtërore për fëmijën, gjithmonë. Qoftë edhe fëmijë që janë jetim, se unë vetë e kam nipin jetim, edhe gjithmonë e falenderoj burrin e ishnusës, që aji po ma zaventson aq bukur djalin tim të ndjerë, edhe jam shumë mirë njohës, sepse gjithmonë figura, fëmija i vogël, ka dëshirë me pas një figurë mashkull, aji është babaj. Babai është aji i cili, kur lind fëmija në këtë botë, aji sheh ato si, me thonë, si një loj zoti. Estakfirullah, veç fëmija që nuk e koncepton, numër 1 është figura baba. Babën e sheh si një person shumë me autoritet, e nonën e sheh një person shumë me dashuri, e cila i jep vetëm edukim, ndërka që ky është për mja mirë, baba është aji i cili je mirë mban, ja mban shpirtin e tjera e tjera. Kështu që këto 2 figura janë të pas zaventsushme. Pra e qunë egoizëm, një nonë që dëshiron, një grua që dëshiron të bëhet nonë pa partnerin. Egoiste që ka me pas pasoja të vetat psiqike,
dhe gjithmonë ka me pas ndërgjegjen e thyer në momentin kur vetë disohet. Se ajo ndoshta sot, për shkak se ka acarime me gjinin e kundërt, nuk donë me pas fëmi, me prej burit. Mirë po, mas disa viteve, kur ajo vetë disohet, ua shka kam ba? Ma mirë pa babë heq, apo me një babë të dhënshëm? Jo. Që ka përdu me thonë është që unë e besoj dhe unë një shëmroset nanave vetë shyse, të cilat për kundër nevojse dhe kujdione në shta prishmërive të një fëmije me pas e figur natërore, i fëmija është shumë i lumë të vesh me nanën. Ma mirë, unë e me pas një nanë vetë shyse, cila është në dorë, apo i ka biologjik. Dallon prej një gruaje tjetër, cila vendos të bëj fëmijë vetë me donatur. Po, ma kisha thënë për këtë përgjigjen, ma mirë me pas një baba jo biologjik, që fëmija e din është burri i nanës, se sa një baba që të dhunshëm, apo një baba i cili nuk kujdeset, apo nuk ekziston në listë në imaginatën e ti, e din që ka një donator italian, spanjol, amerikan, turk, ku ta di unë. Ma mirë është me pas një baba jo biologjik burri nanës, se sa baba i dhunshëm apo baba i panjoht. A vinë këto fekundime artificiale apo IVF-i pa partner, të gratë zakonisht duke u bazu në përvojën dhe eksperiencën që e kanë me burrat, dhe vendosin të bënë nëna dhe të arritin një fëmijë vetëm? Shiko, kjo metodë ka fillu viteve të fundit, nëse mund të them të përdoret edhe të hy në trend, mirë po të lidhe me këto se pari nuk duhet qënë egoiste, sepse dhe feja islame thot që